Mirë se vini në kanalin ProLingua Center. Në këtë leksion së bashku do mësojmë alfabetin në gjuhën gjermane. Në fund të kësaj videoje, gjithashtu do mësojmë edhe gërmësimin e emrave, emra të njerëzve, por edhe të qyteteve. Fillojmë me alfabetin. Das Alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Në fund të kësaj tabele ne shohim që kemi edhe 3 zanore të cilat kanë pika sipër. O-ja me 2 pika, A-ja dhe U-ja me 2 pika quhen umlaute dhe janë pjesë të alfabetit gjithashtu. Ndërsa B-ja me bish të zgjatur, e cila lexohet si S, është pjesë gjithashtu e shkronjave në gjuhën gjermane. Kalojmë në figurën tjetër, ku së bashku do i marrim me radhë edhe një herë alfabetin ta përsërisim. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, 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 X, X, Y, Y, Z, Z. Le ta përsërisim edhe një herë alfabetin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pasi kemi marrë alfabetin, do provojmë të gërmësojmë emra të ndryshëm njerëzish dhe emra qytetesh. Buchstabieren Sie. Buchstabieren Sie. Do thot gërmëzoni ju. Marrim emrin e parë, Alma. Alma e gërmësojmë. A, L, M, A. Emrin Besa. Besa e gërmësojmë. B, E, S, A. Emrin Celia. C, E, L, I, A. Emrin Elona. E, L, O, N, A. Fatmir. F, A, T, M, I, R. Geraldo. G, E, R, A, L, D, O. Igle. I, G, L, I. Jona. J, O, N, A.
Kati. Ka, a, te, i. Tirana. T, I, R, A, N, A. Elbasan. E, L, B, A, S, A, N. Shkodra. S, H, K, O, D, R, A. Pra në këtë video, ne ngërmëzuam disa emra njerëzish dhe emrat e qyteteve. Në këtë mënyrë ju do mësoni të përgatiteni edhe provimin A1, pranë Goethe ose OSD, dhe kështu mësoni ngërmëzimin e emrit tuaj dhe qyteteve, por gjithashtu ju do përgatiteni edhe për ngërmëzimin e emrave të familjarëve të juaj nëse keni fëmijë, emrat e fëmijëve dhe kështu me radhë. Ju falenderoj që na dëgjuat dhe ju uroj suksese. Mos harroni të na bëni subscribe.